Big Mama ka mbajtur një fjalim lamtumire në ceremoninë martore për Shpat Kasapin, i cili u nda nga jeta papritur në moshën 40 vjeçare. Në mesazhin e saj ajo tha se Shpat Kasapi nuk ka vdekur, pasi ajo që ka lënë pas do të jetojë përgjithmonë. Kjo nuk është lamtumir, miku, por kjo është një shihemi përsëri, tha Big Mama me slotësh. Ajo kujtoi dhe fillimet e jetës artistike me Shpat Kasapin që kur ishin fëmijë. Sot jam këtu në këtë skenë që për ne të dy nuk ka qenë vetëm skenë, ka qenë vendi ku kemi marrë frymë për herë të parë si fëmijë, si artist, kemi ndarë ëndra, frikë dhe gëzim. Këtu kemi rritur talentin, shpresat dhe miqësinë tonë. Sot jam këtu në këtë skenë që për ne të dy nuk ka qenë thjesht skenë, por vendi ku kemi marrë frymë për herë të parë si fëmijë. Mëtej ajo u shpreh, sot nuk kam fjalë për ta përshkruar bëshllëkun që na ke lënë. Na ike shumë herët, shumë padrejtësisht, por kujtimi i tij do të rrojë në zemrat tona në çdo melodi që ai këndoi, në çdo buzëqeshje që na dhuroi dhe në çdo skenë, emri i tij do të përmendet gjithmonë. Shpat, miku im, kemi nisur bashkë prej këtu edhe sot prej këtu po të them lamtumir. Do na mungosh në çdo hap, në çdo moment dhe kujtim, por ti nuk e vdekur kurrë. Zëri yt, shpirti yt, e gjithë dashuria që ke lënë pas do të jetojë përgjithmonë. Sot nga kjo skenë ku nisëm si fëmijë po të lëshoj me lot, por të mbaj me zemër. Kjo është një shihemi përsëri.